Belen Rodriguez pushton skenën e teatrit Ariston ku po zhvillohet festivali Sanremos. Showgirl argentinase tërhoqi vëmendjen e publikut italian fal veshjeve sensuale që tregonin format e saj perfekte. Dy fustane që kishte zgjedhur për mbrëmjen e dytë, një i bardhë dhe një tjetër kombinimi bojqellit me të kuqen, i linin shumë pak vend imagjinatës. Bukuroshja thuajse la në hije dy prezantueset e tjera, Ivana Mrazova dhe Elizabeta Kanalis. Të dy fustanet i nxirrin në pa jo vetëm këmbët e gjata, por zbulonin edhe një tatuazh flutur në pjesët intime. Ndërsa natën e parë ishte artisti italian Adriano Celentano që zgjoi kureshten e spektatorëve, mbrëmja e dytë pati në qendër prezantuesen Belen, që dhe kësaj here goditi në shenjë fal veshjeve seksi. Agitando a quebradeira, ela quer dançar, ela quer mexer, no verão está, doida pra remexer, vem dançar. Jennifer Lopez kërkon t'u tregojë të gjithëve se është e dashuruar me balerinin Casper Smart. Këngëtarja dhe aktoria postoi në Twitter një foto të saj me të dashurin në një përqafim të ngrohtë ditën e të dashuruarve. Fotoja bardhë e zi tregon Lopez që mbështet kokën në shpatullën e të dashurit. Përpos fotos, Lopez postoi edhe një mesazh për të gjithë fansat, ju uroj të gjithë dashurinë e botës. Ju vlerësoj dhe ju dua, komentoi ajo në rrjetin social. Cindy Crawford ndalon vajzën 10 vjeçare të vazhdoj karrierën e modës. Një nga top modelet më të famshme të viteve 90, deklaroi se i kishte marrë këtë vendim për shkak të moshës së vogël të së bijës. Muajin e kaluar, vajza e saj Kaja pozoi për herë të parë për filmin e njohur italiane Versace. Pas këtij lajmi dhe fotove që bën xhiron e botës, Cindy Crawford vendosi të ndalë për 7 vjet karrierën e së bijës në fushën e modës. Kaja Gerber ishte zgjedhur nga Versace për të prezantuar veshjet e saj për fëmijë në hapjen e butikut të parë në Milano, Young Versace. Duke ndjekur hapat e së ëmës që ishte muz për stilistin e njohur Gianni Versace, vajza tërhoqi vëmendjen e markës për veshjet e saj për fëmijë deri në moshën 12 vjeçare. Ela quer dançar, ela quer mexer, no verão está. Pas 6 çmimeve Grammy të fituara vetëm pak ditë më parë, Adele vendos të ndërrojë edhe shtëpi. Këngëtarja e talentuar ka blerë një shtëpi të re në Surrey për 6 milion pound. Shtëpia, që me qira do të kushtonte 15.000 pound në muaj, ka 10 doma gjumi, pishina në ambientet e brendshme dhe të jashtme, fushë tenisi dhe rrethohet nga kopshte të bukura. Këngëtarja, që më parë jetonte në një apartament në jug të Londrës me të ëmën, foli për shtëpinë gjatë një interviste për emisionin 60 Minutes në televizionin CBS. Nuk dihet nëse Adele do të jetojë në këtë shtëpi të madhe me të dashurin 37 vjeçar, Simon Konecki.